Mos harroni se tek Allahu jeni duke shkuar. Mos harroni se para Allahut keni medal, andaj çdo rresht i regjistruar është realisht një pyetje për ju. Pse, si, çka e kështu me radhë. Andaj gjithçka që nuk je në gjendje me dhon përgjigje tek Allahu xhallahu ala, apo do të bëhet barr nëse pyetesh për to, që në këtë dunjë jep i fund. Do të dalim para Allahut domosdoshmërisht, patjetër. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ma minkum illa sayukallimuhu rabbu. Çdo kujt për ju ka më fol Zoti vet. Çdo kujt, gjithkush ka më dhënë Allah përpara. Çdo kujt Allahu xhallahu ala ka më shpërfaq tëra çfarë ka bërë. Edhe Allahu thot, la dhulma al-yawm. Sot nuk ka padrejti, nuk i shtohet askujt asgjë, as nuk i paksohet asgjë, madje njëri do të jetë dëshmitar i regjistrave të tij. Allahu e pyet, atë kanë shtu diçka me lajket e mi, jo ja Rab. Atë kanë mungu diçka, jo ja Rab. A është kjo çka ke bëu po? Atëra vazhdo tutje me procesin e gjykimit, që përfundimi i këtij gjykimi për ne është shumë domethënës, nga se çdo vendim është pastaj i pa apelueshëm. S'ka apel tek Allahu te barekuhu teala. Nuk ka mundësi shkalla e dytë e rigjykimit. Një gjykim është. Aty e merr njëri pastaj edhe vendimin dhe verdiktin përfundimtar për jetën e përtejshme, që nuk ka kthim mrapa.